Përshëndetje miq, jeni me analizë. Ne në fakt sot do të ndalemi në një ngjarje të rëndësishme për sa i përket shkencave të sakta në Shqipëri, nxënësve të talentuar shqiptar. Bëhet fjalë për zhvillimin e Olimpiadës ndërkombëtare të matematikës nga 10 deri në 21 korrik në Shangaj të Kinës, ku edhe Shqipëria është përfaqësuar me ekipin e saj dhe sigurisht që na vjen mirë ta themi këtë, kanë fituar 3 trofe. Dhe kemi të bëjmë me 2 medalje bronzi dhe 1 medalje nderi. Sot pavarësisht pushimeve dhe pavarësisht shkëputjeve që secili prej ekipit shqiptar në mënyrë të veçantë nxënësit kanë duke gëzuar pushimet verore, më vjen shumë mirë dhe jam e lumtur do të thoja që ka pranuar ftesën për në analizë drejtuesi i ekipit shqiptar në Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës Gledis Kallsho, i cili është inxhinier i inteligjencës artificiale. Përshëndetje Gledis. Përshëndetje. Të falenderoj shumë. E thash edhe në kryet herës që ishte disi e vështirë, pasi keni patur një qëndrim le të themi të gjatë në Kinë, ishte një si kamp veror me sa kam informacione, ku u zhvillua dhe Olimpiada ndërkombëtare matematikës, ndërkohë u kthyet nga Kina, sigurisht që kishit nevojë për disa pushime të vogla, se gara ka qenë e fortë dhe tashmë gjendemi këtu. Por unë do të përpiqem që ndërkohë të lidhemi edhe me një nga fituesit, Marius Gjikën, nëpërmjet lidhjes online. Jeni kthyer tashmë nga Olimpiada e 67 ndërkombëtare matematikës që u zhvillua në Shangaj. Jeni kthyer të nderuar, na keni nderuar të gjithëve me trofe. Medaljet e bronzit u fituan nga nxënësit Marius Gjika dhe Jamar Bërushitaj, ndërsa nxënësi Ores Sherko u vlerësua me medalje nderi. Të njehemi së pari me këtë ekip që ju e drejtoni. Në fakt unë kur po ju prisja mendova se do të ishit një profesor në një farë moshe dhe ju jeni një i ri. Të njehemi me pjesëmarrjen e ekipit shqiptar në këtë olimpiadë dhe sigurisht e performancën e tij. Okej, mund të nisim pak me olimpiadën që ishte këtë rallë. Për herë të parë morëm pjesë në IMSC që quhet, që është kampi i trajnimeve që zhvillohet në Kinë dhe ka si qëllim të mbledhë ekipet që do të marrin pjesë në IMO, që është olimpiada më prestigjioze në botën e matematikës për moshën e gjimnazistëve deri në 19.5 vjeç. Dhe për herë të parë ne si ekip morëm pjesë dhe ky kamp trajnimesh ndihmoi studentët tonë me një uri që ndoshta dhe ishin prezantuar nga stafioni i trajnimeve të shoqatës matematikës, por më e rëndësishme ishte u mblodhen në një komunitet ndërkombëtar që të ndiheshin akoma më gati për olimpiadën që i priste. Dhe vetë ky kamp pati edhe një olimpiadë që quhet, ne i quajmë trial test, që i quajmë një olimpiadë përgatitore, po aq serioze në organizimin e saj, ku një nga studentë mori madje edhe medalje argjendi, dhe ky kamp domethënë përfshi nga 50 shtete që do të merreshin pjesë në IMO. Dhe disa ekipe, domethënë Kina prezantoi me disa ekipe në këtë kamp trajnimi, duke qenë se ishte edhe shteti organizator. Dhe më pas ekipi jon, së bashku me ne leaders dhe deputy leaders siç quhemi, shkojmë në Olimpiadën në IMO, ku arrim një sukses historik në relativisht për Shqipërinë, le të themi. Patjetër, ku arrim të marrim 2 medalje, gjë që s'kishte ndodhur që në 2006 dhe është vetmja herë madje që nga 93 që marrim pjesë, kjo ishte e dyta herë që ne arrim të marrim 2 medalje, ku nxënësit Marius Gjika dhe Jamar Bërushitaj morën medalje, dhe ishte mund ta quaj një sukses me të vërtet i mirë dhe për progresin si shoqat, si trajnuesa që jemi duke organizuar, që unë organizoj trajnime që kur mbarova në 2016, nis që prej 2017, dhe që nga atëherë mendoj që kemi pasur një trajektore pozitive. Sa veta bënin pjesë në ekipin tuaj? Ekipin e trajnimit? Jo, në ekipin që morët pjesë në këtë olimpiadë. Ekipi studentëve përbëhet nga 6 studentë dhe totali i pikëve përtej faktit që morëm 2 medalje. Totali i pikëve ishte i dyti në histori që ne patëm. Nuk kishim patur ndonjëherë sipër 70 pikëve dhe arritëm të marrim 70 pikë ose më shumë, ne arritëm të marrim 69 pikë
si ekip të 6 nxënësit. Po si përzgjedhen nxënësit, do me thënë ata bëjnë pjesë, unë e di që është shoqata shqiptare e matematikës, madje gjej rastin të falenderoj dhe kryetarin e kësaj shoqate, zotin Adrian Nacho, i cili më ka ndihmuar shumë me të gjitha kontaktet dhe e pati edhe ai për shkak të pushimeve të pamundur që të na bashkojë. Si përzgjedhen këta nxënës? Atëherë, përzgjedhja nis që nga fazat e olimpiadave shtetërore. Domethënë nis me fazën e parë që zhvillohet në shkollë, ku përzgjedhet në secilën shkollë nxënësit më të mirë, kalohet në fazën rajonale që është në fazën rajonale më duket faza 2 që quhet faza e rrethave, ku marrin pjesë në çdo qytet përzgjedhen më të mirët që kalojnë një sasi të caktuar pikësh, dhe nga aty vazhdon faza kombëtare. Për te, nëse ka fitues më shumë se 6 fitues të fazën kombëtare, përzgjidhen për një test seleksionues. Të gjithë këto studentat, nëse janë më shumë se 6. Nëse janë më pak se 6, të gjithë fituesit e çmimeve në Olimpiadën kombëtare marrin pjesë dhe bëhet testi seleksionues për vendet e mbetura për të përzgjedhur për të shkuar në Olimpiadat ballkanike, evropiane për herë të parë dhe pastaj për Olimpiadën botërore. Vetë Gledi s'ke qenë pjesë e Olimpiadave? Po, kam qenë një pjesëmarrës i rregullt, domethënë që në moshë herë në Olimpiada, që në klasë 3 kam filluar domethënë pjesëmarrje në Olimpiada, që për të mos u zhvillu gjatë suksesin tim që është tek Olimpiada më e rëndësishme, është 2016, ku arrita dhe unë të marr medaljen e bronzit, pas 2 medaljeve nderi që kisha marrë vitet e më parshme. Ishte me interes sepse në fakt kjo ngjarje kujt nuk i pëlqejnë çmimet dhe fitoret. Por gjithsesi pati një mbulim mediatik dhe sigurisht vlerësime të niveleve të larta. Këtu do të ndalesha tek vlerësimi që ka bërë kryeministri Edi Rama nëpërmjet rrjeteve sociale, po ashtu dhe ministrja e arsimit zonja Mirela Kumbaro. Madje dihet që ju po të përfshi edhe ty në këtë rast që jeni të rinj, të talentuar, sidomos në shkencat e sakta, përdoret një terminologji që ndërkombëtarisht njihet si beautiful minds apo mendje të bukura. Dhe këtë mesazh urimi ka përdorur edhe kryeministri Rama, i cili duke përgëzuar të gjithë pjesëmarrësit në Olimpiadën e Shangajt, ai ka thënë se ky është rezultati i dytë më i mirë i Shqipërisë në historinë e pjesëmarrjes në Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës që prej vitit 1993, për sa i përket pikëve të grumbulluara nga ekipi shqiptar. Dhe duke qenë në këtë nivel të bisedës son, sa e ndjeni mbështetjen e shtetit për këto trajnime tuaja, sepse ju keni nevojë patjetër për trajnime, keni nevojë të masni njohuritë tuaja, po këto maten në këto lloj shkencash vetëm duke garuar, pra cili është ky ndikim dhe sa e ndjeni ju se po punohet për kultivimin e talenteve që në fakt në çdo vend të botës janë një prioritet për shoqërinë, por për shtetin do të ishte shumë e rëndësishme. Unë do të nisja do të falenderoja për Agjencinë Kombëtare e Rinisë, që është instituti i shtetit, cila në mbështeti për biletat për herë të parë në këtë vit, domethënë, për biletat e IMO-s. Dhe mendoj që po fillon ndoshta një mbështetje nga shteti, duke parë edhe lavdërime publike. Është kënaqësi patjetër të lavdërohemi, të marrim vlerësimet nga kryeministri Edi Rama, nga ministrja e arsimit. Mendoj që patjetër puna nuk ka, ky është vetëm një fillim mbështetja në çështjet e biletave për të çuar studentat në Olimpiada kombëtare. Për sa i përket trajnimeve, ne jemi ekip dhe duhet i falenderoj për punën e cili është komplet punë vullnetare. Duhet kuptojmë që kjo është një shoqat, kjo është një angazhim që bazohet kryesisht në pasion, por patjetër dhe ky pasion duhet mbështetur edhe nga ana monetare për të pasur një sukses dhe për të pasur lirinë e kohën. Sepse ato janë stimuj për sa i përket secilit prej jush. Dhe frika, sidomos në vende të vogla, për shembull siç është Shqipëria, po jo vetëm, frika e njerëzve në përgjithësi, e studiuesve të këtyre shkencave, po edhe vetë shteti duhet të jetë që ka një rrjedhje të trurit, siç quhet zakonisht, dhe vendet e mëdha, vendet e fuqishme, gjithmonë dihet
dihet që kanë krijuar edhe qendra qytete siç është Silicon Valley apo edhe në vende tjera të përparuara ku mlidhen këto mendje të ndritura, siç jeni juve në këtë rast. Dhe madje në një kontekst këtu do të përmendja edhe faktin që vetë Kina, ku ju keni qenë dhe ku është zhvilluar Olimpiada e 67, ka një traditë të gjatë në kultivimin e talenteve dhe quhen klasat e gjenive, ku përzgjidhen nxënësit dhe kur vjen puna që ata të hynë në ato që quhen gaokao në gjuhën kineze apo në provimet e shtetit për të hyrë nëpër universitete, nëpër kolegje, këta nxënës të cilët bëjnë pjesë në klasat të posaçme, që quhen klasat e gjenive, janë të përjashtuar nga gara, sepse tashmë e kanë fituar atë. Dhe për të shtuar dhe një tjetër informacion që ndoshta do të jetë me interes për ata që po na ndjekin, janë tashmë të evidentuar dhe janë me provë që të gjithë ata që kanë kaluar në klasat e gjenive nga mosha 14, 16 deri në 18 vjeç në Kinë, tashmë janë drejtues të TikTok, janë drejtues të DeepSeek dhe janë të drejtues të platformave të mëdha për të cilat flasim të gjithë. Po le të kthehemi në Olimpiadën e Shangajit. Si ishte atmosfera? A kishit shumë konkurrencë? Si ishte gara? Mendoj Olimpiada e Shangajit ka qenë një ndër organizimet më të mira që është bërë ndonjëherë në IMO. Unë kam qenë në IMO 4 herë si student dhe kjo është hera dytë si pjesë lider, deputy leader vjet dhe lider si vjet. Dhe mendoj që ka qenë realisht një nga organizimet më të mira që është realizuar nga Kina, madje edhe një falënderim veçantë pati edhe nga vetë presidenti i IMO-s Dolinari. Dhe mendoj që kjo si olimpiad pati atë atmosferën e dur për të motivuar talentet, për të bërë kuptuar që sa e rëndësishme është puna, sa e rëndësishëm është zhvillimi i talenteve që ndodhen nëpër botë në fushën e matematikës, dhe se si kjo si rrugë që nis nga IMO të dërgon në hapa të cilat janë të rëndësishme, ku studentat në të ardhmen bëhen njerëz të rëndësishëm, jo vetëm lokalisht, por ndoshta edhe në të gjithë strukturën globale të kompanive dhe patët nga Ballkani Perëndimor, nga fqinjët tanë, përfaqësime atje, krijuat njohje sepse keni qëndruar pak a shumë. Patjetër, një nga gjërat më të rëndësishme të IMO-s nuk është vetëm performanca nga ana matematikore, është edhe ndërtimi i një komuniteti. Do me thënë, IMO ka nisur si një konkurs dhe ndoshta gjëja dytë ose ndoshta tani më dhe para është mbledhja bashkë e një komuniteti njerëzish të veçantë me vlera, të cilët njohin njëri tjetrin dhe janë 119 shtete prezantoheshin këtë vit. Edhe patjetër të gjithë shtetet e Ballkanit merrnin pjesë, përfshi këtu ne, Kosovën, Malizi, Serbia, Rumania, Greqia, të gjithë shtetet, domethënë pa përjashtim Ballkanit merrnin pjesë. Dhe ky komunitet i mbledhur edhe në Kinë u zhvillua në një mënyrë shumë bukur, ku vizituam edhe njohëm kulturën kineze, si në kamp e trajnimit, si në IMO, vizituam qytetin e vjetër Shangaj. Shangaj. Olimpiadët patët mundësi që të vizitonit në Shangaj. Po, patjetër, siç thash, është prezantimi me shumë njerëz, me shumë kultura. Ishte era e parë juaja në Kinë? Në Kinë, po, do me thënë, kam qenë dhe në Hong Kong që le të themi, do me thënë është kultura kineze, por hera parë në Kinë zyrtare. Dhe patët mundësi Shangajin ta vizitoni, pavarësisht. Edhe pak Pekinin kur ishim në shkuat edhe në Pekin, ju bëri domethënë. Dhe tani do doja të lidhesha disa momente edhe me Marius Gjikën, i cili është një nga fituesit për të pyetur për këtë eksperiencë që pati. Përshëndetje Marius, tashmë nga studio e analizë ju uroj dhe ju përgëzoj për fitoren që keni arritur në Olimpiadën ndërkombëtare të Shangajit dhe do të doja të dija përshtypjet e tua për këtë fitore së pari dhe nga ana tjetër edhe për ato vizita që mund të keni bërë ju në Shangaj gjatë kohës së lirë përtej garimit. Pjesëmarrja në këtë Olimpiadë ishte diçka për të cilën unë dhe pjesa tjetër e ekipit kishim punuar prej disa vitesh. Ndaj emocionet ishin natyrshëm të mëdha. Para Olimpiadës kaluam 3 javë në një kamp përgatitor të organizuar nga Shoqata Matematikore e Kinës, ku morën pjesë rreth 50 delegacione të IMO-s. Përveç leksioneve, punës në grup dhe testeve prov, kampi na dha edhe mundësinë të njiheshim nga afër me kulturën kineze dhe me nxënës nga shumë vende të botës. Vetë Olimpiada ishte organizuar në mënyrë të jashtëzakonshme, si nga ana matematikore, ashtu edhe për sa u përket aktiviteteve dhe ekskursioneve për garuesit. Përshtypje shumë të mirë me lanë edhe organizatorët, instruktorët dhe vullnetarët,
të cilët ishin gjithmonë të qetë, profesionistë dhe të gatshëm për të ndihmuar. Gjatë kampit patëm mundësinë të vizitonim disa nga vendet më të njohura historike dhe kulturore të Kinës, si Murin e Madh Kinez, qytetin e ndaluar dhe tempullin e qiellit. Në Olimpiadë patëm gjithashtu mundësinë të vizitonim Disneylandin e Shanghait, që ishte një eksperiencë shumë e këndshme për të gjithë garuesit. Këto vizita na dhanë mundësinë të njiheshim më nga afër me historinë, traditat dhe kulturën kineze, që ishte veçanërisht interesante për ne, duke qenë se vinte nga një vend kaq i largët dhe i ndryshëm nga jemi. Përshtypje të veçantë me la edhe kontrasti mes kësaj trashëgimie shumë të pasur kulturore dhe zhvillimit të jashtëzakonshëm teknologjik të qyteteve si Shanghai dhe Pekini. Ishte interesante të shihje se si elementet tradicionale dhe moderne bashkëjetonin në të njëjtin vend. Si e mendon të ardhmen tënde të afërt, Marius, si je tashmë fituesi një trofeje dhe sigurisht që dihet se sa shumë punë dhe se sa mund ke përdorur ti për të arritur në këto nivele të larta, po ashtu edhe familja, prindrit që të kanë mbështetur dhe sigurisht ku e shikon veten në të ardhmen e afërt, do të vijosh apo me mundësitë e reja, me mundësitë e pafundme që t'jep shkenca e matematikës, ke ndonjë përzgjedhje tjetër? Ende nuk jam plotësisht i vendosur për degën e saktë që do të deg në të ardhmen. Megjithatë, jam i sigurt që matematika do mbetet në qendër të asaj që do studioj dhe punoj. Është një fushë që më tërheq vetëm për elegancën dhe logjikën e saj, por edhe për rolin themelor që ka në zhvillimin shkencor dhe teknologjik. Një nga fushat që më intereson veçanërisht është inteligjenca artificiale, ku matematika luan një rol shumë të rëndësishëm dhe që po bëhet gjithnjë më e pranishme në botën e sotme. Të falenderoj, Marius, për këtë lidhje me studion ton dhe për opinionet që ndave dhe të urojmë suksese të mëtejshme. Dhe së fundmi, Gledis, si e shikon, nga që dhe kjo pyetje ishte edhe për Mariusin, si e shikon në vijimësi këtë angazhim tuajnë për te punës tuaj, profesionit, po këtë angazhim që keni tashmë, pavarësisht edhe vetë jeni shumë i ri, po me këta më të rinjt, të cilët janë edhe premtues, besoj, përderisa marrin pjesë në olimpiadat të këtij niveli. Si do të vijojë puna juaj si një lider i këtij grupi? Në këtë lloj organizimesh është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e ish-nxënësve. Domethënë të gjithë shtetet mund të shohim ka filluar është një traditë për vitesh tani më që lider dhe deputy lider janë djemë dhe vajza të reja që marrin pjesë. Dhe mendoj që ky është vazhdon të jetë qëllimi edhe i shoqatës që të tërheqë ish studenta të cilët kanë arritur të krijojnë këtë aftësi, se patjetër që të jesh një trajnues nuk mjafton dhe të thjesht të kesh studiuar matematikë, sepse niveli i olimpiadave është diçka tjetër nga thjesht studimi pedagogjik për matematikë, dhe të mbledhim një komunitet sa më të gjerë me njerëz me vlera që të mund të ndihmojmë dhe të ecim përpara me trajnime dhe zbulimin e talenteve. Unë madje do të thoja që çështja kryesore që mungon në maksimizimin e rezultateve të Shqipërisë është sepse shumë talente ndoshta edhe nuk zbulohen, sepse patjetër marrja e këtyre njohurive kërkon dhe përgatitje të cilat kanë një kosto, sepse edhe vetë domethënë ne si shoqatë ofrojmë falas, patjetër, domethënë trajnimet e shoqatës, por ky është një trajnim disa vjeçar, javë pas jave që nuk është e pamundur të kompensohet vetëm me punë vullnetare dhe duhet këto talente të mbështeten financiarisht për të arritur këtë lloj niveli që nesër pas nesër të kemi njerëz me vlera dhe mundësisht ja traktojmë edhe mbas universitetit. Unë madje do ta quaja veten si një rast rrallë që jam kthyer në Shqipëri nga Amerika, sepse edhe unë kam studiuar në MIT. Dhe do doja mos isha unë një rast i rrallë, isha një rast më i zakonshëm dhe të kishim një komunitet me njerëz të tillë. Një pyetje kjo sa personale, por edhe për perspektivën e këtyre të rinjve. Ju jeni inxhinier i inteligjencës artificiale. Duke qenë kaq i talentuar në matematikë dhe sigurisht edhe me rezultate siç janë trofete ndryshme që keni arritur deri tani, përveç inteligjencës artificiale në këtë rast, që kuptohet është një nga gjërat më të rëndësishme për cilën flasim të gjithë pavarësisht moshës e tjera, ka mundësi të tjera, për shembull që një i talentuar, siç është në rastin konkret Mariusi apo djemtë e tjerë, të ndjekin në udhën e tyre, apo është vetëm ana akademike për matematikën flas?
Mendoj që djemtë dhe vajzat që studiojnë në këtë nivel matematike, mendoj që janë të aftë të shkojnë çdo lloj fushë shkence, kanë aftësitë, domethënë, të ndjekin një pasion jo vetëm në fushën e matematikës. Mendoj që këto janë njerëz të veçantë dhe mund të pasqyrojnë ato aftësitë e tyre. Çështja është që në nivel global ekzistojnë të gjithë fushat dhe ata të gjithë mund të marrin pjesë, për shembull shkolla Ivy League ose MIT ose shkolla tjera shumë të larta të japin mundësinë që ndoshta në vit parë të jesh duke eksperimentuar në fusha të ndryshme dhe më pas të zgjedhësh çfarë lloj fushe sipas dëshirës studentit. Mendoj që ne duhet shtojmë pak në Shqipëri, të motivojmë pak jo vetëm nga ana shtetit, por edhe nga ana private, të motivojmë iniciativat private që shkojnë drejt disa punëve më le të themi që kërkojnë nivel njerëzish akoma më të lartë për t'i arritur, sepse këto njerëz ekzistojnë, ikin jashtë, nuk ikin ndoshta edhe sepse mundësitë tu nuk janë të tilla dhe mendoj që shumë prej këtyre që ikin do kishin dëshirën ktheheshin, në qoftë se këtu do t'i ofrojë një mundësi e vërtet, jo thjesht punësimi, po dhe vizioni biznesor, le themi, dhe privat. Megjithëse je një shembull në këtë drejtim, e shikon të ardhmen e shumë të rinjve shqiptar që janë të apasionuar pas teknologjisë avancuar, kjo nuk diskutohet, por që të mos mbetet një hobi. E shikon në Shqipëri të ardhmen e të rinjve shqiptar për sa i përket inteligjencës artificiale, që tashmë është një realitet i prekshëm për të gjithë, për të ndihmuar me kontributin e tyre që kjo inteligjencë artificiale të mos jetë e panjohur dhe të mendojmë që është e dëmshme për ne. Hallkat e inteligjencës artificiale, prodhimit të inteligjencës artificiale nisin nga ana industriale më e thjeshtë deri në më të lartën dhe mendoj që çdo shtet, çdo komunitet ka hapësirë për të marrë pjesë në këtë industri dhe mendoj që patjetër dhe Shqipëria e ka mundësinë, ndoshta duke nisur nga hallkat më të vogla dhe duke u ngjitur në hallkat e sistemit. Dhe patjetër dhe mendoj çdo shtet në të ardhmen që po prezanton inteligjencë artificiale duhet të jetë gati për këtë lloj industrie, duhet të jetë gati me produktet e veta sepse siç shumë veta diskutojnë, inteligjenca artificiale mund të jetë ndoshta shpika e fundit e njeriu dhe çdo shtet duhet të jetë gati për këtë lloj innovationi teknologjik. Ledis, unë falenderoj shumë për të gjithë opinionet që ndave në studion e analizë dhe ju uroj suksese juve në punën tuaj personale, por në të njëjtën kohë edhe në drejtimin e këtyre nxënësve të talentuar që tashmë fitoret nuk i kanë të paarritshme, përkundrazi i kanë konkrete dhe për to jemi të gjithë krenar. Shumë faleminderit dhe juve, ishte shumë kënaqësi. Të dashur miq, ne këtu do të mbyllim sot analizë, u fokusuam në Olimpiadën e 67 ndërkombëtare të matematikës që është zhvilluar nga data 10 deri në 21 korrik në Shangaj të Kinës dhe ku ekipi shqiptar, një ndër drejtuesit e të cilit ishte i ftuar i studios son, inxhinier i inteligjencës artificiale Blendi Skalço, na njohu më imtësisht dhe më konkretisht me këto arritje të nxënësve shqiptar. Ju falenderoj që na ndoqët me analizë, miru takofshim.